Fakte interesante, gjyshja 80 vjeçare dënohet me 4 vite burg goditi mbesën me shkapk. Në Turqi, një gjyshe 80 vjeçare u përfshi në një debat me mbesën e saj 18 vjeçare, pas daljes së saj në orët e vona gjatë përplasën se ajo e ka hy me shapk në krak, e ka kthy me telefon në kokë, edhe spitali i ka njoftu autoritetet, gjyshja është dënu me 4 vjet e 2 muaj burg, vendim që aktualisht është në apel, pra njëherë është marrë vendimi nga gjykatësi. Dhuna duhet më ndalu gjithmonë edhe nëse vjen nga gjyshja. Ata që se kuptojnë Big Brotherin, nuk e din që qelësi për me fitu Big Brotherin është provokimi, provokon tjetrin në mas që mi dal ftyra e vërtet në rastin e kriminalit, i del ftyra kriminalit, në rastin e ndonjë çfarë në del ftyra tjetër. Kështu është kjo jetë, kështu është Big Brotheri, kështu luhet loja.